طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazërit të nderuar, jemi tek kapitulli I zakatit, në çështjet e fikut. Në dersin e kaluar kemi folur në mënyrë të përgjithshme për zakatin. Sonte do të hym pak më thellësisht në disa prej gjërave që jepet zakati. Kemi arritur tek zakati I floririt, argjentit dhe monedhave bashkëkohore, drithrat, frutat në përgjithësi që jepet zakati. Nisabi I floririt, çfarë do të thonë nisabi? Nisabi është kur arrihet ajo shuma e caktuar për të cilën duhet me dhënë zakat. Dhe që ky nisab duhet 1 vjet pastaj me prit. Edhe një herë. Nëse 84.8 gram ki ari apo në vlerë të arit ki para, në çat moment hyn hukmi I zakatit, mirë po nisabi është bo, mirë po dhënia e saj është pas 1 vjete. Nëse nuk zbret gjatë vitit, po e zom, kemi thonë, po e zom 10.000 euro, është 84.8, se nuk e di sa është grami. Gjatë vitit, muajin e parë, muajin e dytë, muajin e tretë, ka shku 12.000, 15.000, 20.000, 30.000, 100.000. Në muajin e fundit e blete një banes. Edhe asë një cent nuk të mbeti. A jep zakatin? Sjep, se s'ki me dhonë. Mirë po, kjo nëse bëhet me hilën e din Allah s.w.t. Me një aspekt, që ka bën personi, që ka bën muslimani, I mledh parët, edhe pak para se me dhonë zakat, thot po blej banes. Hilën e din Allah s.w.t. Mirë por nëse ti e ki njet me blej, ta në kone ki pas njet, dhe nuk ke gjetë banes duhur, për vetë se 5 dit para se me dhonë zakatin, apo një javë, nuk ka problem e blej. Se njetin Allah s.w.t. din, zemrën I din Allah s.w.t. Për atë arsye, njetet apo hilet I din Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe njerë, nisabi I floririt është 20 mithkal islamik që I bie 84.8 gram flori. E që jipet 2.5%, ne e kemi rumbullaksu, që ka thënë në për libat e fikut kër e lexoni, 85 gram. Apo, kemi thonë 85 gram. Bukur. Tash e kemi nisabin e argjentit, në vlerë të argjentit. Për atë arsye disa prej ulemave kanë thonë, për me përfitu muslimani I varfëri, është ma mirë me shku me nisab të argjentit. Sa argjenti është ma I lirë, apo? Për derisa është ma I lirë, atër I bie që ti kime dhonë, para se mu mbush ai nisabi I arit. Atër ma mirë shko me argjent. Nëse ki mbush nisabi, nuk është problem, shko pastaj me nisab të arit. Ky është thot 200 dirhem, pra 594 gram argjent, duhet të jipet 22.5%. Edhe njëherë. 84.8 është për dukatin, për gramin. Për argjentin është 594 gram. Kur të mbushet, nisabi sot të mbush që ky gramazh, qatëherë veç e shkru, sot të mbush, sot është data 22, apo 21, 21, deri, normalisht 21 nuk shikohet me kalendarin gregorian, po me kalendarin lunar, me kalendarin të hënor, se matet me kalendarin hënor, mas 1 viti ty të obligohet me dhonë zakatin. E çka bëjnë muslimant? Fillojnë me Ramazan. Pse? Sepse Ramazani është problemi më I madh. Po, atëherë japin Ramazan që çdo vjet pastaj mira në Ramazan. Bukur. Tash I kemi nisabin e drithrave, frutave sipas njësisë matëse të kohës tonë. Ka dallim apo mes frutave, edhe mes shkajt, edhe mes arit dhe argjentit. Thot, drithrave dhe frutave është 5 eusuk që është e barabartë me 300 sa nebevi, që I bie 612 kilogram. Nëse I ki 612 kilogram anash, që atër t'jen hukmi dispozita e zakatit. Dhe thot qfar, nëse është e vaditur me krah, jepet gjysma e 1/10. Gjysma e 1/10 I bie 5%.
nëse e vadit me dorën tënde. E bukur. Thot nëse është vaditur me shi ose të ngjashme me të, dallon çështja. Jepet 10. Nëse i ki 10.000 euro, kimi dhon 1.000 euro. Nëse vetë shiu, do më thonë, i vadit. Ama nëse ti i vadit, subhanallah, letësim për Allahut. Allah po ta letëson se ke dhon punë, ke dhon mund. Nga 10% po të zbret në 5%. Nga 10.000 euro kemi dhon 500 euro. Apo, jo 2.5%, po 5. Bukur. Tash po te hadithi i 168. Ebu Hurajra radiallahu anhu transmeton se pejgamberi sa ka thënë, muslimanit nuk i obligohet zekat për robin apo për kalin e tij. Nëse ka rob dhe ka kali, nuk i obligohet. E pse për kalin nuk obligohet? Se nuk i ka për tregti. E ka për punët e veta. Ose për shembull, a jepet zekati për kerra vllazni? Për automjeta? Ha? Po ajo. Qysh jo? Po jepet. Ha? Jipet edhe sipet. Hajde tash po thomune, jipet edhe sipet. Të dy atje. Kur jipet e kur nuk jipet? T'lutna. I ka 20 kera pishet e pikores. Edhe mos me thona? Pasuni. Do me thonë, një pasuni që e ki në pronsi dhe nuk është shfrytëzon për tregti, sa du që ki, sa don që ki, për shembull, ti e gruaja, fëmia, ku e diun, çika, djali, këtë kerra kanë, 4-5 kerra i kanë. 20.000 euro i kanë. A duhet me thonë 100.000 euro, mos harroni, s'jep. Nuk jep, sepse nuk ka fitim prej çasaj pasunie. Momentin kur hin tregti, çatëherë jipet zekati. Pastaj thot kuptimi për përgjithësim të hadithit, me një hadith tjetër thot përveç zekatit fitrit për robin. Për robin, se normalisht në kohën e luftës për shembull kur ka robër, zekati fitrit jipet për robin. Që është në mas Ramazanit apo. Bukur, kuptimi i hadithit. Përmendëm më parë që zekati bazohet në barazi dhe drejtësi. Prandaj edhe Allahu i Madhërisht e obligoi në parat shtesë të pasurve që pritën të shtohen, si për shembull të mbjellët, pasuritë që fitohen nga tregtia, ndërsa parat që nuk shtohen, pra që nuk janë në përdorim, nuk obligohet me zekat siç tham. Shembull këtu e kemi kalin, kafshën e transportit, makinën, ku e diunë. Bukur tash edhe një pyetje tjetër është. Nëse ti je pronari një firme, edhe i ki 10 kerra apo 10 transportera. 10 transportera që ti bon mall me qëto 10 transportera. Edhe është kogja një shumë e madhe ajo 10 transportera. A du të me dhonë për qëta 10 transportera? Qëka i mërmenja? Nuk hipet. Edhe pse punohet me ato. Bile, kret që ato që punohen, kerrat, ku e dione, dhe më thonë, karburantet, rryma, qiroja, kret i mledh edhe i zbret tek ajo pasuni që ti e fiton. I zbret ato edhe i heq. Në shpenzime. Pastaj, qka jet, atëherë ti e jep 2.5%, a është e qartë. Po. Bukur. Makinën, robin që e shërben, shtresat, enët të përdojmë e tjerë, prej ashtu të zekati i fitrit të se duhet të pagoj pronari. Bukur, qa përfitojmë nga kjo hadith? Nuk obligohet zekati për robin që të shërben, as për kalin që e përdor si mjet transporti. Po ashtu thot çdo gjë që kihet në përdorim, nuk obligohet për të zekati. Bile, ulemoja kanë ihtilaf edhe për çështjen e arrit që e kanë gratë. Edhe nëse i ki, Shekh Albani për shembull thot, edhe nëse i ki përmi 83.8, 84.8, realisht, nëse i ki, thot nëse i përdor, thot nuk i pët zekat për ata. I përdor, një e qëtë njëherë, ku e diune. Ka prej mendimeve që thot nëse i ki mbi 84.8, atëre, so është pak problema, 100 gram are mi shfrytëzua, po thënë në për darsma, në për sens, po di 100 gram pa e gi është. Lira e sana, ku e dione. Mirë po ka, dhe më thonë, i ihtilaf në këtë çështje. Qysh më thonë? Sa gram i ka ajo? Për shetë. Dhe më thonë, një prej fakteve që kjo është, atëre. Një prej fakteve është që kjo. Zekati është i detyrueshëm veç për parat që shtohen, nga këtu bazon dietar që nuk e obligojnë zekatin për stolit e përdorshme, jo për tregti. Nëse i përdor stolit, nuk ki, dhe më thonë,
zakat. Bukur. Hadithi tjetër. Ebu Hurajra radiallahu anhu transmeton se pejgamberi sa ka thënë, s'mbahet përgjegjësi për atë që prish kafsha. Çfarë hadithi? Kjo sidomos në tregti apo njerëzit që kanë marrëdhënie ndërnjerëzore. As për pusin, as për vendin nga i cili nxirren thesar, ndërsa për thesaret e grobosura ndahet zakati 1/5, 20%. Tash do ta trajtojmë. Profeti alayhis salam na sqaron se disa gjëra që po u prishen apo u dëmtuan pa dashjen e njeriu, pa qenë ai shkaktar apo neglizhent, atër nuk i ngarkohet apo lipset gjë. E ka një kafsh, e ka, e ka shtallën e vet, edhe e ka mshel shtallën apo pa lejen e tij, pa dashjen e tij ka bë dëm. Ky nuk ka përgjegjësi. Tena ka përgjegjësi. Me njëherë shteti thot është e jotja. Që ka faj shkreti ky? Gjitha gjërat i ka bë të mundshme. Ka dalej, ka bë dëm. Del për shkak midis rrugës ta zon. Edhe i bën dëm ta zon. Nëse nuk është neglizhencë pronari, po flasim, apo nëse nuk është neglizhent pronari, a nëse është neglizhent është diçka tjetër. Që kjo vllazni hin edhe tek çështja e punës. Nëse punoni te një firmë të caktuar, edhe ai pronari i firmës i merr gjitha mjetet e mundshme për me të siguru ty, të jep mjetet mbrojtëse për me të siguru. Mirë, po ti vet, dhe me thonë, ku e dion e bjen prej, që shpë thonë? Lëndohet vet. Atër nuk ka përgjësi pronari. Shëriatikisht po themi nuk ka përgjësi pronari. Nëse don nga vetvetja me ndihmu është diçka tjetër. Çka ka faj vëlla jem pronari nëse ti ka përmbush gjitha mjetet e mundshme të mbrojtjes? Edhe ti nuk je i kujdesshëm. Ti vet nuk je i kujdesshëm. Çka ka me bëj tash? Kret ato rrëpomët që thënë të na operalit mi hongër pronaria? Nuk është e drejtë. Me po të na kreti han. Këti han pronari. Pastaj thot, pra njeriu në këto raste nuk man përgjithësi. Për shembull, marrim rastin e kafshës. Nëse njeriu nuk e lëshon, domethënë nuk e le të lirë, dhe nëse nuk e ka në mbikëqyrje, në kohën që kafsha ka prishur të mbjellat apo dëmtuar në dokënd, duke kafshuar apo gjuajtur e plagosur në këmbë, atëherë nuk mban përgjegjësi. Nuk mban përgjegjësi. Subhanallahu te na unë kum ni ka pas raste vet e kanë qitë për para kafshën lopën, po me bët dam, e pastaj mi lyp pare ati që ka ecë me automjet gjatë rrugës. Ma ki vra, ma ki myt lopën edhe tash ka lyp 1000 euro. Apo, kjo është merë, kjo është padrejtësi, subhanallahu, që i bët robërve të Allahut, subhanallahu taala. Po kështu thot, nëse një person urdhron dikë të zbres e të punoj në pus, pa e detyruar apo mashtruar, atëherë urdhruesi nuk mban përgjegjësi nëse ndodh gjë. Pasi ky veprim nuk është i motivuar nga nxitja apo nga neglizhenca e tij, ama nëse e detyron dikë, dhe në këto gjëra ka rrezik, atëherë e merr përgjegjësinë, do thot pronari. Më pas përmendet se kush të gjej thesare pak a shumë qoftë, atëherë duhet të ndaj zakat 1/5, pasi ai e siguroi atë pa vështirësi, lodhje mundim. Nëse vllazni, ku e di unë nxjerr thesar me një tokë caktume, që një zot e di kush më herët i kalon ato, i ka fshef dhe i kanë harru. Atë në këtë rast, çka duhet me bo me atë thesar, jipet me njëherë zakati, nuk pritet një vjet. Edhe jipet zakati jo në vlerë të parave, po jipet prej asaj çka është nxjerr. Prej asaj çka është nxjerr, jipet. Dhe nuk pritet një vjet. Sikur që është një sabi, apo ajo pritja që është një vjeqare. Si falënderim për Allah dhe 1/5, 20%. Për shembull, nëse 100 gram i ki gjetë me një tokë të caktuar, duke gjurmu, duke u lëmtu, të kanë dalë 100 gram, 20 gram duhet me i dhonë zakatin me njëherë të asaj pasuria ati thesari që e ki gjetë në tokë.
thot si falënderim për Allahun e madhëruar dhe si ndihmes apo kontribut për vëllezërit e tij musliman, duhet që ky person të ndajë 1/5 në zakat. Ky thesari përngjan plaçkës së luftës që arrihet pa luftë nga pasuria e jo besimtarëve. Domethënë, nëse jenë në luftë, jenë në betejë, apo atëherë i mirët kufarëve plaçka e luftës dhe ndahet pastaj ajo plaçka e luftës. Çfarë përfitojmë nga ky hadith? S'mbahet përgjegjësia për kafshën nëse i Zoti i saj nuk e ka nën mbikëqyrje, siç e tham, detyrshmëria e ndarjes së zakatit 1/5 thesarit të gjetur. Disa dietar kurrëzojnë që se thesari të jetë i kohës së ignorancës, domethënë dikush e kalon më herët, shumë herët, apo Gjahiljetit. Sanani përmend një kusht tjetër që të jetë nxjerr nga një tokë e pashfrytzuar, e vdekur. Mirë, po nëse jetë një person që është pronari që asaj toke, aty dallojnë meselet pastaj. Aty dallojnë meselet, ama nëse thesari gjendet në një tokë ku ka pronar, atëherë futet në kornizën e gjërave të gjetura, jo të zakatit. Është gjetë, thotë kjo. Ma nuk hipet ai zakati për, më thon për çato që gjurman, çato që hulumton. Aparenca e hadithit le të kuptosh se zakati thesarit të gjetur duhet të ndahet nga vetë thesari e jo nga vlefta e tij, siç tha. Me këto veçori kuptohet se ky thesar i përngjan më shumë plaçkës së luftës. Bukur, malli i zakatit dhe thesari i gjetur ndryshojnë midis tyre në disa pika. Domethënë, zakati si zakat, që tham 2.5%, 5%, 10%. Nga kjo gjë që është gjetur, dallojnë. Në një, zakati pasurisë nxirret nga nisabi i limituar, i caktuar ose kur e ka kaluar këtë vlerë, domethënë 1 vjet. Domethënë kur e ka kaluar nisabin dhe duhet me prit 1 vjet. Ndërsa thesari 1/5 pak apo shumë qoftë, nuk qyret nisabi. Nuk qyret për shembull me thon 85 gram mu gjet thesar e pastaj me dhon zakatin. Jo, qoftë edhe 20 gram. A u gjet 20 gram? Ti ke me dhon 20%. 20 gram, 20% i bjerë diku. Bravo. A pëlqen që të dritën? Le që është vajtë, që është le? Qëtu le? E dyta, zakati i thesarit ndahet nga vetë thesari, ndërsa zakati i pasurisë duhet të ndahet në para, tham. Nëse i ki 85 gram, ari, atë në vlerë të parave e jep zakatin. Ndërsa, nëse i gjen tokë, atë thesar duhet nga vetë thesari me dhonë zakatin edhe me njëherë duhet me dhonë. Sa përqind vllazni, a jemi këtu pare? 20 kja aja. 5 është aja tjetra. Bukur. Zakati thesarit shpenzohet në shërbimet e përgjithshme, ndërsa zakati pasurisë ndahet në 8 kategoritë njerëzve. Pse zakati përgjithshëm është aja, për dobinë e përgjithshme të muslimanëve. Ndërsa ky zakati tjetër ju jepet 8 kategorive që i ka përmendur Allahu në Kur'an. Bukur. Pastaj thot tek thesari obligohet të ndahet zakati 1/5, ndërsa tek zakati pasurisë më e larta është 1/10. Apo 1/10 ishte kur vaditet vet. Kur vaditet vet, bjerë shi edhe nuk i nevojë ti, nuk e çon mundin për me e vadit tokën. Dhe thot, dhe më i ulti qereku i 1/10 apo 2.5%. Bukur, tash e kemi hadith 170. Ebu Hurajra radhiyallahu anhu transmeton se i dërguari Allahu sallallahu e dërgoi Omerin për të mbledhur zakatin. U fol se Ibn Gjemil, Khalid ibn Walid edhe Abbasi, xhaxhai pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk e paguan zakatin. Kështu për fol, apo që nuk e kanë pagu këta 3 persona zakatin. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot Ibn Gjemili e mohon tani zakatin pasi që fukara dhe e pasuroi Allahu i madhruar. Para më ka qenë fukara, Allahu subhanahu i dha pasuni dhe e mohoi. Nuk po e jep. Pastaj thot sa për Khalidin ju i bëni zullom pa drejtësi. Me të vërtet ai ka lënë burojat e armët e veta në rrugt të Allahut, për hir të Allahut. Ndërsa zakati i Abbasit thot për këtë vit dhe vitin tjetër ndodhet tek on, prandaj tha, pastaj tha Omer, a nuk e dije që xhaxhai është një lloj si babai. Domethënë unë e kum marr në përgjithësi që ta paguaj zakatin e xhaxhait tim. Bukur. Tash e kemi kuptimin e përgjithshëm të hadithit. Profeti alayhi salam e dërgoi mbas të hadithit te këta 3 persona me marr zakatin, apo edhe është prej sunetit apo që me urdhëru një person
që me shku me mbledh si lloj taksapagusi po themi apo mi mbledh zekatin. Dhe lejohet ai që mbledh zekat me marrë një pjesë të zekatit. Se është punë të kryej. Si pëndor, është punë të kryej vëllaja. Ai mundohet nga i këni, edhe normalisht që ka me marrat atë pasunie. Dini rastin e Ebu Hurerës kur as shejtani apo që i tha çdo ditë vinte dhe ditën e tretë, natën e tretë kur erdh shejtani e kapi Ebu Hurera edhe i tha ka me të çute pejgamberi alayhis salam. Qysh e kapi ai nuk shihet. Po formsohet Allahu subhanahu wa taala i jep konvertim, i formson në formë të njeriut. Edhe e kapi tha ka me të çute pejgamberi alayhis salam. Tha mos më qa amonit koft. Amonit koft unë tash pështaj. Mos më qa po ta kallzoj diçka po të kallzoj, nëse e thu ki më koni mbrojtën për shejtanit. Thot nëse e thu para se me fjet. Po. Nëse e thu para fjetës ajetul kursin, je i mbrojtëm deri në mëngjes. Shkojnë te pejgamberi alayhis salam, çore 30 minuta më së bëhet pastaj ndërpitet edhe. Shkon te pejgamberi alayhis salam edhe i tregon. A di çfarë i thot Muhamedi alayhis salam? E ka thonë të vërtetën shejtani edhe pse është gënjeshtar. Edhe pse është gënjeshtar. Disa prej pasuesve të bidatit e marrin këtë hadith edhe thonë Muhamedi alayhis salam e ka pranu fjalën e shejtanit, ju s'pe pranoni një fjalë për një bidatxhiut i cili është musliman, që nuk e mohon Allahun dhe dërguarin e tij. Çfarë përgjigje mi dhon? A keni ne përgjigje ajo? Ë? Përgjigje është marrja apo e një informate, nëse të vjen një informat prej kujt do të qoftë, nëse është e vërtet, të lejohet me e pranu. Jo me refuzu, se është hak ajo. Mirë, po kjo nuk ka ludon ti me shku mu bondzon si shejtanit tash. Që kjo është argumenti që jam shil rrugën njerëzve që argumentohen me marrjen e dijes edhe pi shejtanit. Më thonë, çfarë do më thonë, e vërteta nëse të vjen nga çdo lloj personi, nuk refuzohet, po kjo nuk ka ludon me shkuti më ul para ti. Apo sepse ai edhe të mirën ta jep, po ta jep edhe helmin ta jep. Bukur. Asnjëri nga këta të tre nuk ja dhan zekatin, erdhi Omeri dhe ju ankua profetit alayhis salam për këta tre persona dhe i tha i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam, tha për sa i përket Ibn Xhemilit, nuk ka arsye mos ta jap zekatin, pasi ishte i varfër dhe Allahu pasuroi. Mirësinë e Allahut do të thotë e këmbën e këmbë me mos mirënjohje apo dhe me falënderim dhe falënderimin me mohim. Ndërsa te Khalidi ju i bëni padrejtësi siç tham atij, sepse kur thoni se jep zekatin, ai lamburojat armët në përgjithësi për t'ju afruar Allahut subhanahu wa taala, ndërsa sa i përket Abbasit, ai ishte xhaxhai im dhe ai është në vend babait tim dhe unë e jap për të. Bukur, tash e kemi hadithin 170 e një dhe hadithi fundit, kur Allah e furnizoi profetin alayhis salam me plaçkën e luftës në ditën e Hunenit. Më thon plaçkë e luftës ishte betejë. Dhe ai sallallahu u shpërdonte atë njerëzve dhe personave që e kishin pranuar rishtas islamin, nga në mirë. Ju ka dhënë muslimanëve rishtas fillestar që kanë pranuar islamin dhe jo të tjerëve që e kishin pranuar më herët islamin. Por ensarve nuk u dha. Ensarët sikur u prekëm. Thot u ndikuan që nuk morën ashtu siç morën të gjithë njerëzit. Secili njeri, sa do besimtar me qenë, kur ndohet një pasuri dhe ty të len anash, po themi kushtimisht anash, apo kjo zemër. Nuk ndikon tek imani, inshallah teala kjo. Por se e don zemra pasunin. Edhe sahabët u prekën. Po nuk i thanë asgjë në një aspekt. Edhe çfarë tha? Ensarët sikur u prekën dhe thot që nuk morën ashtu siç morën gjithë njerëzit. Profeti alayhis salam u ligjëroi duke ju thënë. E po që u prekën. O popull, tha i ensarve, a nuk ju gjeta të humbur dhe ju udhëzoi Allahu nëpërmjet meje? Thot ishin të ndarë dhe ju bashkoi Allahu zemrat nëpërmjet meje? Do më thonë, unë bona sebeb që ju bashkut nga errësira dritën e përfituat. Thot, a nuk ishit fukarenje dhe ju pasuroi Allahu nëpërmjet meje? Sa herë që thonte pejgamberi sa një gjë, ata thonin Allahut dhe profetit i takon merita.
Pastaj tha, që pengon ju të përgjigjeni të dërguarit Allahut? Than Allahu dhe profetit i takon merita. Pastaj tha, nëse donit mund të thoshit erdhe këtu, kështu e kështu, a nuk do të kënaqeshit sikur njerëzit të shkonin me dele e deve ndërsa ju me profetin alayhi salatu wassalam. Po të mos ishte, thot, emigrimi do të isha një prej ensarve, nëse njerëzit do të esnin një lugin apo qaf mali, on do të zgjidhja luginën e ensarve dhe qafën e malit, në të cilën do të esnin ata. Ensarët janë më të afërmit e mi, ndërsa njerëzit e tjerë vinë pas ensarve dhe thot që vishen pas robave që ngjiten me trupin, me të vërtet ju do të hasni pas meje, njerëz që do t'ju privojnë, nuk do t'ju japin hakun nga ana e dynjos, por bëni durim derisa të më takoni tek burimi i Kautherit. Shtrohet pyetja, pse ju dha këtyre trive dhe nuk ju dha këtyre tjerëve? Që kjo është edhe një mësim për neve vllazni, kur vjen një i ri që akoma të zemra e tij nuk është fut imani, në krahasim me një vëlla i cili 15-20 vjet ka fal namaz dhe është i fortë në akide, është i fortë metodologji, edhe nëse ja na shkalon në pasuri apo në ndihmes, nuk ka problem inshallah taala, sepse qëllimi është mi afru zemrat dhe pasunia afron zemrën. Jo rastisht kanë thonë ulemaja, Allahu mos ma mundsoft një bidatxhi me ma boni të mirë. Pse? Sun flet masni. Sun flet. Parëmëna, subhanallah, shkon në spital, për shembull, ja qëtë një cigare, që është haram, nuk diskutohet, po pe marë si shembull. Për një cigare nëse ja qëtë, apo një paqet cigare, apo një lëng nëse ja jep, dë bon vend për me hi. Apo? Vetë natyra njeriut është. Ndoshta është 1 euro, ndoshta 50 cent. E lërë më nëse i jep ma shumë. Për atë arsye kanë thonë ulemaja që mos me hi të pushtetarët. Sepse kur t'hin të dyrë të pushtetarëve, është problem se ti pastaj ato gabimit që i bën pushtetarit, ti nuk flet kundër gabimeve të pushtetarit. E të përzihesh me politikan, për shembull, në përgjithësi. Ka pas problemave të hershëm, kur i kanë thonë, subhanallah, thot filon prisi, po dënë me mësu fe. Thot shko tek pallati i tij dhe jepi dije, apo thon, pris subhanallah, prisi i shtetit. Thot thuj prisit që le të vjen edhe le të ulet me xhamatin bashk, edhe le të ngon, le të merr dije. Tek puna e dijes, a je pris, a je popull, kur të shkojmë në haxh vllazni apo në umre, a jemi këtë njëjtë për Allah subhanahu wa taala? Qofti pasuri, qofti varfëri. Qatë i hram kur ta veshish, qofti pasuri, qofti varfëri ka me vesh, njësaj. Qatë namaz që e falish, njësaj kret. Andaj eja që tu bashkë me vllaznit ullu, brenda, si kur të vjen në xhami që falesh brenda, pas imamit që vjen, një të ngjo ullu, nuk i privilegj ma shumë se të tjerët. Më thonë, ka mundësi që një njeri i cili shumë i varfër është, nuk ka pasuri tek Allahu shumë më i lartë se sa ti. Edhe pse ki pasuri të madhe, apo. Kuptimi i përgjithshëm i hadithit thotë u ndeshën muslimanët me politeistët, mushrikët në Hunain dhe u mundën armiqët e Allahut, muslimanët përfituan plash luftës të gjithë pasuritë e tyre dhe profeti alayhi salatu wassalam e shoqëruan në këtë luftë burra prej Paris arabe, që i kishin pranuar islamin, por nuk ishin forcuar shumë fe. Nuk ishte futur, domethënë, imani në zemrat e tyre, sikur këta që ishin më herët. Këtyre personave profeti alayhis salam u dha shumë nga plashka e luftës që ti afronin zemrat e tyre në islam, apo në këtë mënyrë muslimanët i shpëtonin dhe një sherri të madh. Profeti alayhis salam nuk u dha gjë ensarëve, duke u bazuar në besimin e tyre të lartë, me të cilën Allahu a kishte zbukuruar zemrat e tyre, edhe pastaj hadithi që e cituam në përgjithësi dhe thot që e cituam hadithin ku Muhamedi alayhis salam i këshilloi sahabët e pejgamberit alayhis salam. Më pas Muhamedi alayhis salam deshti më kallëzu që mu largu nga dynjoja, nga gërmadha ka thënë autori i librit. Se është pasuri që vjen e shkon, apo dhe pasunia duhet të jetë mjet dhe jo qëllim. Sepse mbledh pasuni, një ditë e jep shpirtin edhe tjetër e pasuni. Kur se merr me viti.
Pastaj thot, ti dëfrante me atë që përmbledh të mirësitë e dynjas dhe ahiretit, duke i thënë, a nuk kënaqeni që të kthehen njerëzit me bagdi e deve, ju të ktheheni me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në shtëpitë tuaja? Thot Allah qoftë i kënaqur me ansarët, nuk u prit prej tyre veç kënaqësi dhe sytë e tyre u mbushën me lot. Më thonë u mbushën me lot kur i këshilloi Muhamedi alayhi salatu wassalam, ansarët për profetit ishin më të afërtit, më të përzemërtit, më primarët, ndërsa njerëzit e tjerë vinin pas tyre. Dhe për fund, çka përfitojmë nga ky hadith? I jepet nga plaçka e luftës personave që kanë pranuar rishtas islamin. Thot, privimi njerëzve me besim të fortë duke i dhënë të tjerëve. Dëshira për të patur nga gjërat e dynjos nuk e prish besimin. Domethënë, sahabët që kanë qenë të fuqishëm në fe, edhe pse kanë kërku, kanë pas qef me pas, nuk do më thonë që ju ka prish besimin. Se është natyra njeriu që e kërkon, apo. Pastaj thot, komandanti, prisi apo drejtuesi nuk vendosin për çështjet e përgjithshme pa u shpjeguar popullit qëllimet e tyre. Pse sa mirë. Domethënë prisi është mirë mu konsultu edhe me vetë popullin. Sepse lindin pastaj trazira mesin e tyre. Profeti alayhisalam është mëshirë, begati për të gjithë ummetin, e veçanti ansarët, dhe durimi pa ankesa në kohën që të godet sprova është nga sebepet që të mundson të shihesh burimin e profetit alayhisalam deri në takimin e radhës me sadakan e fitrit. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërblet.